Kontrollet shëndetësore rutin apo pa ndjerkeq janë shumë të rralla në shoqërinë tonë, e cila kryesisht reagon apo i drejtohet spitaleve vetëm atëherë kur nuk ndihet mirë, por për mjekët kjo është një fazë e cila ka dy anët e medaljes. Më e rëndësishme është kontrolli rutin pa patur shqetësime, pasi në këtë mënyrë shumë sëmundje kapen në kohë apo zbulojnë ende pa dhënë pasoja. Mjekja okuliste pranë Spitalit Bashkiak Mat, Martina Çobo, thotë se kontrolli rutin i syve, sidomos për personat mbi 40 vjeç, është shumë i rëndësishëm. Shumë e rëndësishme që ne vizitat kontrolluese të syve t'i bëjmë në mënyrë periodike edhe nëse nuk kemi asnjë shqetësim me syt. Pasi disa nga sëmundjet më kronike të syrit, siç është glaukoma, pra sëmundja e tensionit të lartë të syrit, mund të vijë në mënyrë të heshtur dhe ndërkohë të bëjë një dëmtim të syve. Patjetër pacientët të cilët janë vuajtës të sëmundjeve kronike, si diabeti, hipertensioni, çrregullimet e yndyrnave, është e rëndësishme që të bëjnë dhe një vizitë tek okulisti të paktën një herë në vit, edhe nëse nuk kanë shqetësime, sepse në rastisë që në pacientë të cilët nuk janë në dieni fare të prezencës së diabetit, ne përmes një vizite okulistike të detajuar të zbulojmë që ai ka probleme me diabetin, madje ka prekur edhe enët e gjakut të syrit. Kështu që në moshat mbi 40 vjeç, një kontroll i syve rutin një herë në vit do ta sugjeroja që të kryejmë patjetër. Nuk duhet të neglizhojmë simptomat të cilat mund të vinë nga prezenca e një numri syzesh i pakorrigjuar. Lodhja e syve, skuqja, lotimi i tepruar mund të jenë disa nga këto ankesa që ne mund t'i neglizhojmë në jetën e përditshme, por mund të na tregojnë për prezencën e një numri sado të vogël që në rast se korrigjohet, patjetër edhe simptomat do të eliminohen. Tek fëmijët ka shumë rëndësi në rast se prindi ose mësuesi në shkollë vë re shqetësime të tipit kur pulit syt vazhdimisht, piceron syt për të parë në distancë, kur ankon vetë fëmia që nuk shikon tabelën, ose kur anon kokën nga njëra anë. Të gjitha këto janë shenja të prezencës së një numri që sidomos në moshat pediatrike deri në 70 vjeç ne duhet ta ndihmojmë në mënyrë që ai sy të mos na bëhet dembel dhe ta ruaj pamjen 100% gjatë gjithë jetës. Mjekja Çobo thotë se problemet okulistike janë shtuar tek të gjitha moshat të cilat reagojnë apo paraqiten tek specialisti në stade të ndryshme. Përgjithsisht moshat më të vjetra janë pak më neglizhente që në rastisë që të kapim sëmundje dhe në stade pak më të avancuara, ndërsa moshat e reja janë më të edukuara për parandalime, për mjekësinë parandaluese. Sot kontakti ynë i te i madh me ekranet, qoftë të telefonit, të kompjuterit, televizorit, është shumë i madh. Dhe ajo çfarë po vëmë re në këtë dekadë krahasuar me dekadat e mëparshme është që janë shtuar shumë problemet okulistike dhe në moshat e reja, jo vetëm sa i takojnë refraksionit, pra problemeve dhe pasjes së nevojës për syze, por edhe tharjes së syrit dhe disa infeksioneve që vinë pikërisht nga prishja e cilësisë së filmit të lotit. Pra moshat e reja janë më të predispozuara për të bërë një vizitë tek okulisti në momentin që ndjejnë shqetësimin më të vogël. Ajo çfarë është e rëndësishme është që ndoshta dhe ne t'i inkurajojmë prindrit tanë ose gjyshrit tanë për një vizitë okulistike, sepse tek moshat e treta është problemi më i madh që ne hasim që na vinë në stade më të avancuara, por ndërkohë që duhet të vinë për një vizitë edhe nëse nuk kanë asnjë lloj shqetësimi, thjesht për të parë edhe fundin e syrit në një vizitë pasi ne helim pikat për të parë retinën. Mjekja okuliste Martina Çobo thotë se temperaturat e ulta ndikojnë edhe në shëndetin e syrit. Temperaturat e ulta mund të ndikojnë dhe në shëndetin e syrit, duke na bërë pak më të prirur për infeksione të shpeshta, për tharje të syrit, për lotim të shtuar. Kështu që në rast se kemi këto simptomat, patjetër që duhet të drejtohemi drejt okulistit për të marrë një mjekim të duhur dhe për ta eliminuar si problematik edhe në rast se ekziston. Mjekja okuliste Martina Çobo 2 ditë në javë shërben në Spitalin Bashkiak Mat të hënë e të premte.